kur kujtoj figura që vinin nga sistemi drejtësisë komunist dhe u zgjodhen drejtues të institucioneve kushtetuese, them që PD-ja ka bërë jo gabime, ka bërë turpe. Po qari dhe qederi kanë qenë aty, këtë po them. Nuk ka pasur qartësi syçi. Pra, ka qenë me hope, ka qenë kaotike dhe shpesh qëndrimi i pronës ka qenë kaotik. Për shembull, pronë në qytet u njohën dhe u morën. Ato që ishin të lira. Kullota Liva dhe Pyje me ligj po, faktikisht kur. Toka bujqësore është trajtuar në mënyrë të gabuar. Shumë të gabuar. Unë do të jap vetëm një shifër. Prandaj duhet më jam historinë e fundit, jo të bëj historinë e gjatë PD-s. Janë lënë 33.000 dosje pa u prekur me dorë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave në vitin 2013. 33.000 dosje pa u prekur me dorë. Ndërkohë që dosje ku bëheshin dallavere të njerëzve që ishin drejtues të lartë, jo unë, sepse unë nuk i mora pronët e mia, megjithëse kam qenë sekretari i përgjithshëm i mbrojtjes dhe këshilltar kryeministi, nuk i preka kurrë dhe akoma janë në përgjigje. Për këto e kanë fajin individ caktuar që ishin lidhur me kryeministin patjetër. Shpallën non grata, ju e dini çfarë thotë në tekst. Pa korrupsion. Çështën konkrete e klubit Partizanit që spaku ka dyshime serioze se zoti Berisha ka ndikuar në mënyrë të palishme në favor të familjes së dhëndit të tij, janë dyshime serioze, nuk po them që janë prova të padiskutueshme. Kjo i takon drejtësisë. Unë dua të rri dhe koherent me qëndrimin që kanë vetë kolegët e mi në raport me drejtësinë. Së dyti, po Partia Demokratike ka aplikuar gjithmonë taksa të ulta. Dhe kjo është e djathtë, sepse i jep frymarrje tregut. Dhe këtu ne me PD-n nuk na dallon gjë. Ai ka dhënë frymarrje tregut? Patjetër që ka dhënë. Edhe vitin 1997, edhe vitin 2005-2013. Si duke uzurpu pronat e të tjerë. Edhe një herë, tregu të lirë po flas një herë, duke ulur taksat i lë më shumë para në xhep biznesit sipërmarrjes dhe jo shtetit. Tash, por çka ka treguar? Taksa shesh ka qenë një sukses i madh për mendimin tim. Patjetër. Privatizimet masive janë një pikpyetje e madhe, sepse në shkollë, në atë kohë, shkolla Chicagos, që ishte edhe vali intelektual në gjithë lindjen, e çoi të gjithë të djathtën opozitën e re drejt privatizimeve masive. Ai ishte gabim të terapia shokut që fatkeqësisht ngeli Gramos Pashkos, miku ton. Për mua, liberalet mas vitit 90 morën super xhiro dhe imponuan këto politika gjithë botës. Dhe më shumë ka qenë edhe ndikimi huaj, në kuptimin pozitiv, jo se unë nisem për keq, por fakti tregoi që ne zerruam trashëgimin e lodhur patjetër. Trashëgimin jo të frytshme të industrisë së kaluar, por mund të ishte trajtuar ndryshe. Mbase më ndryshe, pra mund të ishin reformuar një pjesë ndërmarrja të uzinave. Këtë e them sot mbas 34 vite që edhe unë personalisht kam reflektuar nga liberalizmi ekonomik ekstrem që unë kam përfaqësuar me Çilin e këta me Gramozin, se kemi qenë grupi liberal, të mbani mend, që nuk i dallon nga konservatorët e tregu, i dallon në gjëra të tjera, aty ku jam sot. Me sa duhet çdo gjë vjen me marrësuesi. Liberalizmi i tregut është edhe në botë sot. Shikoj, konservatorët e liberalët bien dakord për lirinë individuale, bien dakord plotësisht për tregun e lirë, bien dakord për ndarjen e pushteteve, për liritë politike, ekonomike, disa gjëra i ndajnë. Këto janë principe që i ka edhe republikanët dhe demokratët në Amerikë. Domethënë këtu nuk lëvizin. Por ku dallojnë? Dallojnë te komunitarizmi, konservatorët janë komunitaristë. Duan të ruajnë traditën, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Duan të mbrojnë atë që e prodhon jetën, familjen, sepse vetëm përmes familjes mund të mbrosh komunitetin, numrat e komunitetit, vazhdimsinë e jetës, edhe kombin e shtetin tënd, nëse e majta sot që është e majta demokrate e globaliste, është individualiste.